Do të flasim tani për faktin që shqiptarët gjithnjë e më shumë, po mbajnë më pak para në xhep. Ky është një lajm i mirë, po hapin llogaritë e tyre bankare, kanë kartat e tyre përmes të cilave mund të bëjnë pagesa, kanë llogaritë bankare përmes të cilave po ashtu mund të bëjnë pagesa dhe transaksione, pra deri diku jemi duke shkuar drejt një ekonomie cashless, pa para, edhe pse gjithmonë në fakt kesh mbetet mbreti. Kjo është thënia e famshme, por ajo çfarë lind si pikpyetje e madhe në këtë fazë në cilën ne me sa duket jemi duke shkuar edhe duke përqafuar ditë pas dite është siguria, cilat janë disa prej aspekteve kryesore që duhet I kemi parasysh kur flasim për kartat bankare. Po flasim për një të ardhme e cila bëhet me teknologji. Pagesat bëhen përmes teknologjisë, kështu që patjetër duhet jemi edhe të informuar. E për të diskutuar më gjerësisht me mua në studio është Shahin Dokuzi, ekspert IT, por edhe ekspert ekonomie. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Shahin. Mirëmëngjes, faleminderit. Tani për ta nisur, ti si e sheh këtë tendencën e fundit, janë dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë që na tregojnë që gjithnjë e më pak para po mbahen në xhepat e shqiptarëve, po shkojmë drejt një ekonomie që është, le të themi, më pak cashless. Drejt një ekonomie digitale. Si e sheh Kjo është e vërtet dhe trendi do jetë rritje. Shumë faktor janë, le të themi, edhe të jashtëm, duke qenë se normalisht bota jashtë ka shkuar në një ekonomi, le të themi, digitale shumë kohë më parë, edhe ne kur na duhet që të udhtojmë, normalisht do duhet që të përdorim karta, pra atje nuk është se pranohet shumë kollaj keshi, kështu që nëse në fillim kemi pasur disi si fobi, kartat e tjetër na pëlqen më shumë keshi, tani jemi adoptuar. Faktor tjetër janë dhe blerjet online, duke qenë se ne mundohemi gjithmonë blejmë online, plus që janë përhapur dhe shumë dyqanet online, zakonisht nuk përdorim më blerjet fizike, po vetëm me kartë, kështu që kjo ka shtyrë dhe të rinj që ose komplet popullsinë domethënë që të përdorin shumë kartat. Normalisht është edhe diaspora, do thënë para që na vin nga jashtë ose të rinj që vin nga jashtë japin prap iden tek njëri tjetri që duhet të përdorim karta. Domethënë është e bërë e domosdoshme, domethënë kemi edhe poset fizike. Nuk themi do të më nuk mund të kemi një llogari bankare në vitin 2026, kjo është patjetër e padiskutueshme. Absolutisht, po. Llogari nuk bëhet fjalë, por edhe thuajse të gjithë kemi karta, domethënë ne kemi hequr që ose fillim kishim atë frikë që po të marrim kartë do kemi kosto të larta ose do na vitet karta, tani jemi disi më stabil dhe I kemi pranuar. Po pse? Se këtë dua të di. Pra, nga vjen kjo frika e madhe e vjedhjes së kartës, e vjedhjes së parave të cilat janë më të sigurta brenda një banke se sa mund të jenë poshtë dyshekut, kupton dhe zakonisht ne gjejmë siguri më shumë te kjo e dyta dhe jo tek ajo e para që është një formë e sofistikuar për të ruajtur paranë. Shqiptarët janë gjithmonë konsumatorë të së vjetës, domethënë dhe kemi idenë që atë që kemi vetë ruajmë më mirë vetë se të na I ruajnë të tjerët. Do thënë më mirë themi poshtë dyshekut se sa banka. Megjithëse tani kanë ndryshuar, domethënë duke qenë se çdo veprim që bën supermarkete ose kudo janë poset, domethënë mund mos kemi para dhe jemi shumë qetë përdorim poset, pra nuk është se kemi gjithmonë merakun kemi apo s'kemi para në xhep. Blerjet online, siç e thamë, janë futur shumë, domethënë, kështu që do blej me kartë. Kështu që prandaj dhe ka hyrë shumë përdorimi I kartës dhe është bërë një trend normal, domethënë, ka ikur ajo frika le të themi që mendoj që në Shqipëri do të vi një ditë, nuk po flas për tani vitet e afërta, kur ne do të kemi një ekonomi e cila bazohet e gjitha tek paraja digjitale. Edhe mundet, megjithëse ne nuk e pëlqejmë sepse pa para kesh do të kishte edhe privatësi. Do thënë, kjo duhet menduar shumë dhe shtetet tjera kanë dashur që ta bëjnë dhe kanë hequr, megjithëse mund të themi që për shembull Britania dhe Suedia kanë rreth 90% plus të parave I kanë online domethënë. Atje dhe po të shkosh në restorante nuk konsumon dot pa kartë, mund të hash vetëm në këto le të themi që janë në rrugë që janë nga shtetas të huaj që I hapin, domethënë edhe mund të shkojmë, po duke qenë se ne prapë kemi shumë merak privatësi dhe nuk duam që të gjurmohemi, pra çdo gjë e mirë vjen le të themi dhe me një gjë tjetër të keqe që nuk e pëlqejmë, sepse I bie për çdo shpenzim që mund të bëjmë
do dihet se ku jemi, çfarë blem, etj, kështu që këtë nuk do ta pëlqejmë. Por normalisht që do të shkoj ke digitalizimi, nuk bëhet fjalë fare, domethënë do t'i përshtatim. Është një mënyrë shumë e mirë edhe për të frenuar ose për të ulur informalitetin dhe patjetër kjo është diçka të cilën edhe Banka e Shqipërisë e synon, po nga ana tjetër është shumë e drejtë ajo që ti thuaj që po, lind një frikë lidhur me gjurmimin përmes këtyre pagesave që ti kryen online përmes aplikacionit bankës apo përmes kartës tënde. Dhe kjo është deri diku një skenar pak i frikshëm. Do sillet edhe shumë problem social, pra nëse unë, le të themi rast, unë do të bleja një gift dikujt, një shoqe e tjerë, bashkëshortja do ta shikonte, megjithëse ajo thjesht në një formë dhurate për shpërblim për diçka, pra nuk është thjesht çështja e privatësisë, po na sheh shteti ku jemi, megjithëse edhe kjo është shumë e merak, se nëse dikush do të di ku je për atentate të tjetër marrin, në këtë rast do ta di, domethënë në çdo moment, po që janë edhe anat e tjera sociale, domethënë që do të jesh i kontrolluar, do të jesh në tension pse kryve këtë veprim, se do ta shohin. Domethënë, prandaj nuk është krejt e pëlqyeshme, por normalisht që do të shkojmë në një ekonomi digjitale, do të shkojmë, se ka dhe ajo benefitet e veta, kështu që nuk bëhet fjalë fare. Duhet ndonjëherë të jemi më të hapur ndaj të rese dhe ta pranojmë me më pak kritika. Por këtë vit ul edhe keshi, domethënë, subjektet nga deri në 1.500 euro le ta themi që lejohet. Po, duhet përdorin më pak 1.000 euro kesh, domethënë nuk lejohet transaksione më të larta se 1.000, kështu që qoftë për individët me biznesin, pastaj shtrëngohen akoma edhe më shumë masat nga biznesi tek biznesi. Por, cilat janë disa nga, po themi, problemet më të mëdha të sigurisë kur flasim për kartat? Nëse kartat mund t'i mbajmë në dy forma. Mund t'i mbajmë fizikisht, mund t'i mbajmë edhe në celular, siç e dim tani, mund t'i vendosim dhe kartat në Google Pay ose Apple Pay. Nëse i mbajmë fizikisht ose i përdorim fizikisht, normalisht ka një probabilitet për të mashuar ose karta për të vjetër, ndërsa nëse i mbajnë në aplikacion, janë më të sigurta, domethënë. Pasi fizikisht, nëse na humbet karta, aty janë gjithë dhënat e kartës, dikush mund blej online. Nëse kartën e vendosim në aplikacion, telefonin duhet hapet me fytyrë, do të blejmë direkt vetëm me kontakt, pra nuk ka një mundësi që të na marrin kartën, domethënë, ose të na i klonojnë. Kështu që realisht, nëse kemi kartë fizike, duhet jemi të kujdesshëm, le të themi për shembull të fshim numrin e sigurisë mbrapa, kështu që edhe rast se humb, nuk është se do mund që ta përdorin. Okej, pra të bëjmë disa ndryshime. Po, mbrapa ka një numër të re shifror për sigurinë, kështu që nëse ata e mbajmë mend sikur pini dhe nëse kartën le të themi na humb ose ne shkojmë në restorant dhe ja japim kartën direkt le të themi kamarieri, dikush mund t'i bëj foto ose kur shkojmë në hotel mund t'i bëjmë foto, kështu që mund të përdorin kartën tonë. Pra ne ja japim për të paguar dhomën e tij. Kështu që në këtë rast nëse mungon ajo pjesa mbrapa, e kemi disi të sigurt se nuk mund ta përdori pa atë. Kështu që jemi okay. Ose mund ta vendosim në celular, disa banka e kanë aplikuar, normalisht edhe tjerë do ta aplikojnë. Kështu që mjafton me contactless, vetëm ta afrojmë telefonin dhe kemi kryer pagesën dhe është formë e sigurt. Sidoqoftë tek telefoni nuk e di realisht si funksionon, shahin se nuk e kam adaptuar akoma si teknologji, po ndoshta telefoni nuk funksionon nëse fiket. Po, ka dhe dëmet e veta, po patjetër. Nëse nuk kemi bateri e tjerë, po nuk do të funksionojë, kështu që ka. Që jemi sërish mbetemi tek ajo karta fizike që është një domosdoshmëri për të përdorur, po gjithmonë duke pasur parasysh edhe të respektojmë disa parametra sigurie ku duhet të jemi të kujdesshëm. Për shembull, në market, njësoj sikurse mund ta kemi diskutuar edhe më herët, kam përshtypjen klonimi i kartës apo jo. Në market kemi, nëse kemi kartë fizike, domethënë kemi mundësi që të klonohet ose të na hakohet karta, ndërsa nëse kemi me telefon, ajo funksionon në një formë që sa herë që ne paguajmë me telefon, ajo ndryshon numrat e kartës, pra teknikisht, le të themi, nuk mund të klonojnë. Nëse dikur do të na vjedhë numrin, ajo nuk funksionon, ndërsa nëse kemi me kartë fizike, ne i tregojmë komplet numrin dhe ka një risk më të lartë, domethënë që të dëmtohemi në këtë rast. Kështu që me kujdes në të tilla situata. Tani ajo çfarë do doja të dija, ky është skenar hipotetik patjetër, shpresoj mos ndodh. Nëse kalon një blackout, e pam vitin e kaluar në Spanjë dhe në Francë edhe në disa vende të tjera, sistemi blackout nuk funksiononte asgjë. Çfarë mund të ndodhë në një ekonomi ku gjithçka bëhet përmes teknologjisë, ku nuk ka pagesa kesh e ku nuk ka më situata të tilla sikurse janë këto
shkëmbime dorë më dorë mes tregtarëve për shembull, apo në një situatë të tillë hipotetike. Pa energji elektrike ose pa internet, do të thënë çdo shtet kalon në kolaps. Është njësoj si të na heqësh keshin sot, që ne nuk hajmë, nuk kryejmë dot një veprim, do fillojmë të thëjmë gjëra të tjera, do të thënë kalon në kaos komplet, do të thënë. Kështu që kjo është disi e papranueshme të mos kemi energji ose internet, do të thënë, do të ishte i dëm shumë i madh. Kështu që edhe luftat sot ku ndodhin më së shumti që i godasin rritin energjetik, pra nuk ka nevojë që ti godasin fizikisht, siç ishte rasti i Europës, si ndalon internetin në Spanjë, aty bëhet kolaps vetë, kështu që do të thënë këtu ka ardhur i gjithë ose do të shkoj e gjithë lufta le të themi, godite armikun pa e prekur, kështu që nëse çdo gjë digitalizohet sikur edhe do të shkoj, një dëm i tillë domethënë do të ishte kolaps komplet, domethënë do të fillonte lufta civile e tjerë, është pa diskutueshme. E shpresojmë që jo. Kemi raste siç kemi Tiranin që s'kan internet nga 25 ditë, më duket, u fut në sot, kështu që mendoj sikur të ishin digitalizuar, ç'a do ndodhte, domethënë mos shkëmbeni me kesh, as nuk do tanin asgjë ose do të bëhet kaos komplet, domethënë duke thyer ç'a do të gjej, kështu që kështu do të shkonte edhe. Që prapë kjo është arsye pse keshi vazhdon të mbetet mbreti. Përtej digitalizimit, përtej teknologjisë, keshi duhet jetë. Kishte vende, nuk e kujtoj tani eksaktësisht secili, që provuan për disa muaj të ishin pa asnjë para kesh, pra pa asnjë para fizike. Tani i kanë rikthyer prapë, se me sa duket nevoja i ka shtyrë të bëjnë të tilla veprime. Kështu që në përfundim një shoqëri pa kesh është më rrezikshme apo më e sigurt? Çfarë do të thoje? Jo. Një shoqëri është më e sigurt ku ka kesh normalisht. Ne kemi, do thënë edhe rastet ose si shkojmë në banka që thonë që në rast se falimenton banka e tjetër, shpërblimi është vetëm 25.000 euro le ta themi, pra nuk ka rëndësi se sa para mund të kesh në bankë. Kështu që vetëm kjo është një fakt që qofse unë kam shumë para kesh dhe i ruaj dhe mund të kem 1 milion euro apo sa do në bankë në rast falimentimi, unë marr vetëm 25.000 euro, domethënë, kështu që edhe kjo është shumë e dëshme, pra ka shumë faktor që gjithë do duan keshin dhe nuk duan shkoj ke digitalizimin, megjithëse kjo do edhe një detyrim dhe nuk është mangdot që do shkojmë drejt digitalizimit me këto forma që përdor vetëm 1.000 euro kesh transakcion siç është bërë që nga 2026 etj, por që normalisht më sigurt është keshi. Ne dim domethënë që ku ka lufta ose ku ka destabilitet ekonomik, gjithë blejnarin, le të themi, blejnë këtë të keshin që kam gjithmonë aty, kështu që nuk ma merr njeri çado që ndodhi. Kështu që normalisht që njëjta gjë nuk ndodh me Bitcoinin apo me këto kriptot. Kështu që keshi është, le të themi, ajo gjë që ti e ke aty, kështu që çado lloj destabiliteti ndodhi, ti e ke. Dhe je i sigurt edhe i përgatitur për të ardhmen. Shahin, unë falenderoj për bisedën.